fqinje ynë verior, me sjellje abnormale, po i lë rreth 3650 nxënës pa libra falas, bashkësia ndërkombëtare të veprojë menjëherë. Serbia po vazhdon me metodat e saj të pastrimit etnik në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanovc, në një anë me mohim të drejtave, politika diskriminuese përjashtuese ndaj shqiptarëve dhe në anën tjetër me bllokim të mbështetjes prej anës sonë. Me pamundësime e transferimit të mjeteve të ndara nga Qeveria e Republikës Kosovës, fqinje ynë verior, me sjellje abnormale, po i lë rreth 3650 nxënës pa libra falas, më shumë se 750 studentë pa bursa, më shumë se 950 bujq pa mbështetje, sikurse edhe shkolla, organizata, media dhe mijëra qytetarë në mesin e tyre rreth 90 fëmijë jetim. Këtë brengë serioze, unë tashmë ja kam përcjell shefës së politikës jashtme të sigurisë Bashkimit Evropian, zonjës Kaja Kallas, ndërkaq që edhe sot përsërisim thirrjen që bashkësia ndërkombëtare të veprojë menjëherë.